Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Burrat më tradhtar të horoskopit. Në vend të parë Binjaku. Nëse ka një burr që di si të luajë me fjalët, është pikërisht Binjakut. Është i zgjuar, karizmatik dhe gjithmonë në qendër të vëmendjes. Ky burr e di saktësisht çfarë do të thotë për të që të bësh një person të ndihet i veçantë. Por problemi është se Binjaku lodhet shumë shpejt. Monotonia është armiku i tij më i madh dhe sapo ndjen se lidhja bëhet rutinë, fillon të kërkojë emocion diku tjetër. Tradhtia për Binjaku nuk është gjithmonë fizike, shpeshherë është emocionale. Doj që të flirtoj, do të dërgoj mesazhe, të testoj terrenin, vetëm për të ndjerë se është ende interesant. Dhe cila është më e keqja? Më e keqja është që ai nuk di si të justifikojë veprimet e veta aq mirë, sa edhe ti fillon të dyshosh në vetvete. Në vend të dytë Akrepi. Kur Akrepi tradhton e bën në heshtje. Është një burr intensiv, pasionant dhe posesiv, por në të njëjtën kohë shumë misterioz. Nëse ndjen se partnerja nuk i jep vëmendjen që ai kërkon, mund ta kërkojë ngrohtësinë diku tjetër, por pa e planuar kurrë. Akrepi e shet tradhtinë si një akmarrje emocionale, një mënyrë për të rifituar kontrollin mbi ndjenjat e veta. E bën me shumë kujdes, pa lënë gjurmë dhe kurrë nuk të lejon ta kuptosh plotësisht. Ai nuk tradhton për lojë, tradhton kur është i lënduar, por mënyra si e fsheh dhe e bën këtë tradhti është shumë e vështirë për të kuptuar. Nëse ndonjëherë dyshon të një akrep, besoje instinktin tënd. Në vend të tretë Shigjetari. Burri shigjetar është i lirë si era dhe pikërisht kjo e bën problematik në dashuri. Shigjetari urren ndjesinë e kufizimit. Në momentin që ndjen se po kontrollohet ose lidhja po e mbyt, ai do kërkojë arratisjen. Nuk është tradhtar klasik, nuk tradhton për të lënduar, por sepse kërkon eksperjenca dhe aventura, diçka ndryshe. Në fillim do të manis me spontanitetin dhe energjinë e tij, por me kalimin e kohës ai do të ndjejë nevojën për liri. Në një moment dobësie mund të përfundojë në krahët e dikujt tjetër që e bën të ndjejë sërish atë shkëndij fillestare. Dhe kur e kap, do të thotë, nuk ishte asgjë, ishte thjesht një gabim i momentit. Por për ty, ajo do të thotë më shumë se kaq.